طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri për mbledhje të çështjeve të besimit nga dia Imam Albanit, rahimahullahu taala. Jemi në hyrjen e librit, akoma nuk kemi arritur tek fetvat e Sheikh Albanit, që do t'i trajtojmë në derset në vijim inshallahu taala. Paraprakisht në këtë hyrje janë disa çështje të akidës. Një prej pikave është rregulla për të argumentuar në çështje të akidës. Domethënë, çdo person, çdo musliman, çdo hoxh, çdo dietar kur dëshiron mu argumentu në çështje të akidës, paraprakisht i ka disa pika bazë që duhet mi ditë çdo musliman. Pika parë, akidja është tawqifie. Që do të thonë tawqifie është që nuk lëviz. Kur'an edhe sunnet. Nuk ka logjik në çështje të akidës. Nuk ka logjik në çështje të akidës. Po ma merr mendja mu kështu, s'po ma merr mendja, nuk ka. Në çështjet e fikut, subhanallah, kur ka ardhur çështja e mesteve, sikur thot ta pyetnim logjikën, kishim mi marr mest këmbëve, jo tek kurizi i këmbës, por se poshtë. E lërëm në çështje të akidës, që devijimi nga grupi i shpëtuar është pikërisht te çështja e akidës, te çështja e besimit. Andaj kjo çështje është tawqifie. A ka ardhur në Kur'an edhe në Sunnet që Allahu ka dorë, Allahu ka sy, Allahu është lartësu, Allahu vrapon. Gjitha këto cilësit i pohojmë pa i kundërshtu apo pa i keq komentu. Dhe këto janë tawqifie. Kjo është prej bazave të akidës së shëndosh. Pika e dytë thot besimi dhe dorëzimi absolut ndaj teksteve të Kur'anit dhe Sunetit dhe marrëdhërimit tyre. Momentin kur ne themi që këto janë tawqifie, që nuk lëvizin fare nga Kur'ani dhe Suneti, më njëherë na duhet mi nënshtru. Allah subhanahu wa ta'ala thot Ar-Rahmanu ala l-arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala është lartësuar mbi arsh, bila kejf, nuk pyesim se. Është lartësu. Mos e fut logjikën me thonë, unë që jam lartësu pi bjen, që unë pe krahasoj me njeriun, me krijesën, atëherë çfarë? Po themi që Allah e mbi zotraj. Jo, kish mujt Allah subhanahu wa ta'ala me thonë, e krijoi apo tokën pastaj e mbi zotraj. Po e tha istawa, nuk tha istaula. E lojmë që ashtu që shukon. Momentin kur e futim në logjikën, atëherë këtu vijet devijimi nga akidja. Si që kanë devijuar grupet e ndryshme, kur kanë dalë Mu'tazilit, për mi kundërshtu Mu'tazilit në logjikën e atyre, e kanë futë edhe këta logjikën, me të madhe duke i kundërshtuar ajetet dhe hadithet, edhe çfarë kanë bërë, kanë devijuar dhe vetë. Pse? Se ka thonë akidja selefie është e pamjaftueshme kur të na dalin grupet e ndryshme filozofike. Është e pamjaftueshme. Andaj na duhet me fut logjikën, mi ju tregu që mi bind ma mirë ata. Mirë, po e kanë lënë argumentimin me Kur'anin dhe Sunet dhe kanë deviju pastaj. Dhënë, pika por është tawqifie. Pika e dytë, mi u bind kësaj tawqifies. Pika e dytë, si shtam është mi u bind, me besim dhe mi u dërzu, prej bazave të akidës të parëve tanë të mirë selefus salih dhe pasuesve të Sunetit është besimi dhe dorëzimi ndaj çdo gjëje që është saktësuar edhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çështë Allahu azza wa jall nuk i takon as një besimtari dhe besimtareje, domethënë mashkull dhe femën, që kur Allahu dhe i dërguarit i tij vendosin për një çështje, mënyrë të prerë, kanë vendosur çështo, thot ata të kenë të drejtë të zgjedhin atë çështje të tyre, kush e kundërshton Allahun dhe dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur. Domethënë, as mashkullit, as femnës nuk i takon nëse i vjen argumenti përveç se m'ju bind. Po s'ju binde, atëherë ti vetëm ke devijuar. Rregulli i tretë
baza e marrjes së akidës, cila është? Është Kur'ani, është Sunneti edhe është ixhmaja. Konsenzusi i ulemave. Qysh ixhmaja? Çfarë do të thonë ixhmaja? Ixhmaja ka bazë në Sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Sepse ixhmaja është konsenzusi i ulemave. Po mira, kanë mundësi ulemat me gabu vllazni? A është bindja jonë e ehli sunnetit që ulemat gabojnë? Po ixhmaja pikujt është marrë atëra prej ulemave. E tash çysh më apo dikush vjen edhe thotë ti po ma citon ixhman, mirë po ajo ixhma është prej ulemave. Ulemas apo alimit i mirë dhe i lihet. Imam Maliku çfarë ka thonë? I mirë dhe i lihet çdo personi përpos pronarit këtij varri, pejgamberit alayhis salam. Qysh mi kundër argumentu këti, i kundër argumentohemi me fjalën e Rasulit alayhis salam, që ummeti jem në bashkësi nuk bjen gabim. Kur krejt ulemaja janë një mendimi për një dispozit caktuar dhe thënë që kjo është haram, ajo bëhet haram. Krejt ulemaja janë të bindur që kjo kanë konsenzus. Po flasim ulemaja ehli sunnetit vllazni, nuk po flasim ulemat thirrsat e tjerë që e kundërshtojnë akidën e ehli sunneti wal jamaa. Dhe për atë arsye ulemaja kanë thonë Kur'ani, Sunneti dhe ixhmaja. Pastaj thot rregulli i katërt, besimin tekstet siç ka ardhur në kontekstin e jashtëm dhe refuzimi i interpretimit, përveç rastit ku interpretimi është i nevojshëm. Çfarë do të thonë? I marrim siç janë. Nuk e futim logjikën. Do të thonë pamjen e jashtme, është ashtu u kry puna. Sepse dikush mundet me thonë, Allah ka sy, Allah ka dorë, me njëherë logjika po dora njeriut, krijuesi krijesat i pa jep shembullën. Mirë. Atëherë ne mund t'ju themi atyre, ti a e pranon që Allah është i gjallë? Do mos do ka me thonë po. Atëherë Allah na rujt, Allah vdes. Se dhe njeriu është i gjallë. Kështu kundërshtoni ata. Allahu është i gjallë, është i gjallë. Veç ç't pyetje u bëni. Kur ti ju thu që Allah ka dorë, Allah ka sy, Allah shikon, Allah ec, Allah është lartësu, Allah është zbrit. Bukur. Allah ka kom, hadith ka, që e vendos në xhenem. Edhe ata thojnë ti pe shëmbëllën krijuesin me krijesën, se unë kom kom, unë kom sy, unë kom, ku e di unë flas. Allah flet, apo? Atëherë ti ju thu me një fjalë. Allahu a është i gjallë vllazni? Po, po me thonë nuk është i gjallë, atëherë mo kufër i qartë. I thua, njeriu a është i gjallë? Po. Atëherë Allah vdes. Se njeriu vdes, ti po thu që Allah është i gjallë, dhe ti po e krahason krijuesin me krijesën. Çfarë i bjerë? O vllazni, krijuesi me krijesën mund të shembullohen vetëm në emër, jo dhe në cilësi. Emri mund të jetë i njëjtë. Allahu shikon, njeriu shikon. Allahu sheh. Mirë, po shikimi i Allahut te i kalon shikimet e njerëzve. Përderisa në mes krijesave, mes njeriut, shpezës, hutit, ku e di une, ka dallime në shikim, për shembull gjeli, ti she me lajket. Apo ku e di une, do më thonë gomari, ti she shejatinët. Krijes o vlla, ai pishet ti spishojsh. Ku më krijuesi absolut? Apo i shembullim na shikimin ton me gjelin jo. Ose natën për shembull. Ka krijesa që shohin natën, na nuk shohin. Më thonë, ky është argumentim një tregu atyre që ju po i merrni ashtu ajetet kuranore dhe po i refuzoni, pastaj duke u friksu, mos pi shembullini apo krahasoni krijesën me krijuesin. Ulemaja e hershme kanë thënë kur të vinë për emrat cilësitë të Allahut, thotë kaloni ashtu siç janë. Sepse devioni, o vllai, devioni. Se në kokë ata, sa ata në kokë e kanë shembullimin. Për atë arsye dhe friksohen. Duke u friksu, mos pe krahasojnë krijuesin me krijesën, e kanë refuzu. Ose e kanë keq komentu, keq interpretu. Për shembull, Allahu zbret, ata thënë jo, mëshira Allahut zbret. Po kish mujtë më thonë Allahu zgjën, mëshira Allahut zbret. Allah i krijoi me dy durët e tij apo njeriu, jo thënë me fuqinë e tij e krijoi.
Po mirë, dhe njeriu ka fuqi. Fuqia njeriu të fuqia Allahut. Ku o dallimi atëra? Këto për refuzon e këto s'me refuzon. Më thonë, kundërshtim me vetën e tyre. Pastaj thot, rregulli i 5, kur thot nuk ka përplasje mes teksteve hyjnore, Kur'anit, Sunetit dhe logjikës. Mos harroni, vllazni, logjika e shnosh e njeriut nuk bie në kundërshtim me tekstet shariatike. Mundet më konë logjika jote e smut që bie ndash. Ama logjika e shnosh nuk bjerë. Herë do kur ti ki me kuptu të vërtetën që nuk ka me troje logjika shnosh e jotja me, do të thot, me tekstet shariatike. Për shembull, para 15 shekujve vllazni, nëse Muhamedi alayhi salatu wassalam kish me transmetu një hadith rreth telefonave të sotshëm, kish me transmetu një hadith, për shembull, ka transmetu një hadith që thot e shembullon punën e automjetit, apo sikur një dhomë që rrim brenda në dhomë. S'kan mujt me paramendu sahabët, çka është ajo? Por se sot na i kemi automjetet. A kanë mujt sahabët e pejgamberit alayhi salam me paramenu kamerën, me paramenu zonin 5.000 kilometra, a kish mujt me paramenu? Në formën se si kanë mujt me perceptu sahabët e ka transmetu hadithin e pejgamberit alayhi salam. Për atë arsye edhe na i lojmë ashtu siç janë. Ka marrë një kohë që druni ka me thonë, çka ka me thonë guri, druni ku e dhe une, hajde mbyteni një Audi, a ka me thonë, e lojmë që ashtot. Nuk e marim metaforën a këtë gjë. E lojmë. Për momentin nuk fol, nuk e dim. Nuk e dim. E dim që ka me fol, nuk e mohajmë. E lojmë ashtu. Sepse bin kundërshtim me tekstet shariatike. Rregulli i 6 thot tekstet duhet t'i kuptojmë sipas kuptimit të sahabeve. E pse sipas kuptimit të sahabeve? Janë qenë disa njerëz, edhe kanë thonë, sahabët janë njerëz, ata janë njerëz, ne jemi njerëz. Atyre nuk pju shpallët Kur'ani, as neve nuk po na shpallët Kur'ani. Atër, ku e ki problemin që ne pas 15 shekujve me gjithë këtë teknologji të madhe, me gjithë këtë gjuhë të bukur që e kemi mësu, gjuhën letrare arabe, pse unë mu bazu të sahabet, të disa beduin, thojza, pse mu bazu të ta? Na imi ma dishëm. Ti ma i dishëm je? Po ata janë konë me pejgamberin, a.s. Hyri pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri, doli pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri, dhe çdo detaj ja kanë kallëzu Muhamedi a.s. ja kanë kallëzu. Ata sahabet, ka pas sahabe që çdo ajet që ka zbrit e ka ditë për çka ka zbrit. E jeti, çaj. Çdo detaj e kanë vërtetu. Ka pas një problem, e kanë pyet Resulin a.s. Ti ku je? Për atë arsye, një prej cilësive të ehli sunneti wal xhamaa është që për bazë ka Kur'anin, Sunnetin, mostra shembulli i sahabeve që kanë komentu Kur'anin dhe Sunnetin. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, 3 herë ka përmend. Khairun nasi, populli, njerëzit më të mirë, qarni, gjenerata ime janë. Dhe ata, thumma alladhina yalunhum, dhe ata që e pasojnë, dhe ata që e pasojnë, dhe ata që e pasojnë. Kush? Sahabet, tabinët, tabinët, 4 methebet, ulemat, zinxhiri deri te Shekh Albani që ka vdek. Pastaj Shekh Fauzani, Shekh Abadi, Shekh Sulejman al-Ruhaili, këtë ulemat që janë, këta vdesin vin tjetë që shto zinxhiri. E ahli sunneti wal xhamaa. Thot Allah subhanahu wa taala se për këtë besimtarëve të parë prej muhaxherëve dhe ensarëve, Allah është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri, pse? Është i kënaqur me ata edhe s'kalon rrugdalë tjetër. Edhe që i pason ata sahabët, dhe thot me përkushtim e besim dhe ata janë të kënaqur me atë, Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilët rrjedhin lumenia, që do të jenë përgjithmonë, kjo është fitore madhështore. Rregulli 7 thot: heshtja në ato gjëra që nuk ka folur Allah subhanahu wa taala
dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe të mos diskutohet për gjërat që selefët janë përbajtur. Nëse ka ajete mutashabihat, ajete të paqarta, ku po shejtani me hiti aty me komentu. Me thotë që kjo është për këta. Elif lam mim, ku e din ti çka është? Elif lam mim ra, ku e din çka është? Ski o vëlla, nuk i koment. Prej sahabeve ski. Nalë më shele gojën. Mos po bëni meqëm ti pas më të shekuj me shpik tefsire apo komente si pas kukës tonde. Leje qysh e kanë komentu sahabet edhe të mjafton. Merri ato ajetet që janë të qarta dhe ajetet e pa qarta leje ashtu si që janë. Sepse po e fute logjikën, atëherë çfarë? Siç ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur i shefot njerëzit duke u argumentu ma ajete, sidomos të paqarta, po në përgjithësi edhe ajetet kështu, me kokat e tyre, thot kundërshtoni, komentoni, jep një përgjigje me hadithe. Hawarixhet e sotshëm edhe në përgjithësi argumentohen me Kur'an. Mirë po hadithet i lënë anash, sepse hadithi, ajeti e komenton ajetin, hadithi e komenton ajetin, ka raste. Sepse hadithi të kallëzon kur o zbrit ajeti, për çka o zbrit, Muhamedi alayhi salam e ka citua ajetin, pastaj ka thonë hadithi kështu është. Dhe ky është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Më thonë me hesht në këtë gjë, thot mos shko pas diçka për të cilën nuk e dijeni, vërtet dëgjimi, shikimi dhe thot zemrat të gjithë do të merren përgjegjësi. Rregulli 8, ndalimi nga dhënia përparësi fjalës së dikujt, kush do të qoftë ai para fjalës Allahut pejgamberit ti. Kjo është një goditje e fuqishme ndaj medhebeve, ndaj fanatikëve të medhebeve. Kjo është një goditje e fuqishme. E din shumë qartë vëlla që hadithi është sahih. Vëlla unë jam medheb, filon medhebin jam. Unë s'mëj me bo. O vëlla jam, nëse e ki pejgamberin alayhi salam përpara, edhe thot bëje këtë, jo, se unë me medheb jam, filon medhebin, nuk mëj me bo. A ki mundësi me thonë kështu të e Resulit alayhi salam? E kuptueshme është nëse një njeri është fillestar, sa ka hinë fe, edhe nuk e din hadithin, hadithi sahih, hadithi daif, hadithi hasan, nuk i din hadithet, nuk i din dispozitat, e çka thot? Veç e thirr hoxhën i thot, çka është kjo? Halal është haram? Thot halal është me hoxhën u kry. A është haram? Haram është me hoxhën u kry, s'din. Ama personi, hoxha, nxënësi dijes, kur ta din argumentin e qartë, hadithin e sakt, nalen ujnat mate. Nalen ujnat. Nuk mundesh me thonë, jam une, hoxha e më ka thonë qashtot. Po mirë që po ta gjejnë e hoxhën tjetër, që kundërshton hoxhën tënd, edhe që i thot gabim e ka. Tash çka? Edhe pse kundërshton hoxhën tënd, do të thonë që ka devijugë. Po flasim se mia atributi me thebit çdo gjë në mënyrë të pavarur, autonome, i bie që po bën pejgamberti ato. Apo? Për atë arsye, që kanë thonë ulemaj edhe sahak el hadith, fa hua me thebi. Dhe më thonë qka? Ulemat e me thebeve kanë thonë nëse hadithi është i sakt, sahi, thot ajo është me thebi jam. Ebu Hanifja e ka ponë zonësin e vetë të shkrujt. Ta në kohën të shkrujt, qa po shkrujni, thot? Thot unë e sot e thom një fjallë, nesër thot e fjallë, e ndrejat fjallë, e fshin. Pse mirë i ka bëj. Ata vetë nuk kanë thirë fanatizëm. E në thebet jënë bo sebeb, disa fanatik, që dhe si në martune me zveti, adine. Disa kanë thonë që logaritmi sikur ahlul kitab, lejohet me jamar grunet i me si krishter. Disa tjerë kanë thonë qka? Imam Mehdiu, apo Isa a.s. do të gjykoj si pas me thebit Hanefi. Derin këtë mas, ka shku fanatizmi. A e din që disa prej djetarëve Hanefi kanë urrejtje patologjike ndaj Imam Bukhariut. Alhamdulillah, sot Hanefit e sëshëm po themi ata që janë pak ma afër Hanefizmit, nuk e kanë këtë problem me Imam Bukhariun. Mirë po disa sufi e shajnë Imam Bukhariun. Pse? Sa i ka folë kundër Ebu Hanifës në disa meselet të akidës, çështjet së imanit, puna e veprit që ka thonë që nuk rritet imani Ebu Hanife, që ka gabu këto, por ruhet reputacioni i Imam Ebu Hanifës rahmetullah alejh. Kështu ka ardhur fanatizmi i kësaj çështje. Pastaj thot
thot rregulli 9, shpallja përfshin çështjet e tauhidit dhe argumentet e tij, ajo është e ditur, dhe rregulli 10 thot për çdo paqartësi dhe mosmarrveshje, kthehemi tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, tek Kur'ani dhe Suneti. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal Rasul. Nëse keni mosmarrveshje, unë me ty kam mosmarrveshje, ti qese më shesh Kur'anin edhe Sunetin. Edhe kryet puna. Po më kujtohet një fjalë e Sheikh Uthayminit rahimahullahu ta'ala, është e dobishme me cek, thot për shkak të grupeve të ndryshme të tebdive, atyre që ju bën tebdista, atyre që ju bën bidatxhi njerëzit pakararë hiç, çfarë thot jemi para mëna. Thot jemi në një xhami këtu, vllazni të ahli sunnetit. Mi po thot jemi rrugë thot me zveti për Said Kutbin. Disa thënë bidatxhi, disa pëmbrojnë me fanatizëm. Qysh me zgjedh këtë problem? Po zot. Vesh thot merrja fjalë të Said Kutbit, qitni thot Kur'an dhe Sunet, edhe praktikon e Kur'an dhe Sunet me do krypuna. Zgjidhni problemin. E bot bidatxhi se bot bidatxhi nuk ka hishe Uthaymin atë. Kur ta sheh vllaja që është një person fanatik ndaj një shehit vet, fanatik është ndaj një personi, ndaj një hoxhe, mos shko ndaj atij me këmbgule mi thon bën bidatxhi. Po se bën bidatxhi largoju. E jotja e rëndësishme kryesorja është që ai jo me menu, po mu bind që hoxha i vet në çdo pika e ka gabim. Që kjo mjafton o vllaja, mjafton. E rëndësishme është i perun miletin prej gabimeve të tij. Pastaj gjykimi është çështje tjetër. Edhe Sheikh Uthaymin jep kësi fetva. Nëse sipas tebdistave të tyre, me këto fetva të Sheikh Uthaymin nuk ndash me bo bidatxhi. Se thot se ka bo bidatxhi Said Kutbin, po themi. Apo çështu i bjerr, apo në atë aspektin që ju ka thonë, veç thjesht merrnia fjalë, i ka gabim, refuzonja fjalët edhe krypuna. E ka zgjedh problemin. Do thon alamet dietari kështu e sqaron çështjen. Tash kemi shkaqet e devijimit nga akidja e saktë. Devijimi nga akidja e saktë ka shumë shkaqe dhe më kryesoret. Çka është? E para e dim këtë vllazni ignoranca. Ignoranca, xehli është çështje më e madhe që njeriu e devijon nga akidja e saktë. Thot jam musliman, e shpreh shahadetin la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, i bën shirk Allah subhanahu wa taala, shkon në përvarre tyrbe e lut varrin, apo beson në drue, në gure, ku e dione, dhe në anën tjetër ku ti thu la ilaha illa Allah çohet pi karrikës apo çohet prej kauçit. E këta njerëz ma ignorant janë se sa mushrikët e Mekës. Se ata veç kur e kanë shpreh shahadetin, i kanë lodhën idhujt. Më njerë. Ndërsa tek ne, thot la ilaha illallah, thot muslim jam, musliman, dhe shkon adhuron tyrbe e vare, edhe ose gure dru. Pastaj thot e dyta, thot fanatizmi ndaj etërve, edhe nëse ata kanë qenë në të kotën. Kjo është shumë e përhapur. Baba jam u konë qështu, thajtë mos ma prish leta, po vazhdoj qështu. Po baba ti shkon të keqen, në devin. Atër si kimi dhonë llogari Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Allah zgjer kur të thuhet atyre, ndiqni ato çka ju ka shpall Allah. Tha na jo thot, na i ndjekim në udhën që i kemi gjetur të parët tan. Të parët tan, se këta lëvizje, po kthehemi në fakt të parët tan. Ani ktheu në paganizëm, në gjarkni beso. Në honën dill beso. Bënë një gjarë për në aty edhe shtien gjep aty edhe thuj po mbron për i të keqës. E pas asaj ktheu në ortodoksizëm, jo në katolicizëm. E jo vëlla Evropa, unë përdu në Evropa, Evropa e ka luftu fin. Revolucionit që e mbo në Evropa, për shka e në bo? Për me luftu fin. E ku për në thirni ju në Evropa? Cëllë në Evropa në thirni? Qaja Evropa është të e luftu fin. Evropa e lufton fin. E ti për në thirish në Evropa. Pa e së të pranon Evropa me qatë fiti. Ti ki ligja aty që bje ndesh me fin. Nëse shikohet për shembull e majtra ultra liberale që është, ajo është në luftë me fin. Tash ka dal, ka fillu me dal kjo e djathta ekstreme. Kishe pëmbroj fin e pi lufton muslimant. E treta,
thot pasimi verbër në marrjen e fjalëve të njerëzve në çështje takidës duke mos e ditur argumentimin dhe saktësinë e tyre. Mjafton, a ka thon filon hoxha, a ka thon filon dietari u kry puna. Zdi un argument. Çështu ka thon hoxha u kry puna. Mar Allah ka thon dhe pejgamberi kështu zdi unë ai çush ka thon ato kry puna. Kjo është fanatizmi. E katërta, kalimi kufive në madhërimin ndaj evlijave të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa këto e ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për veten e tij. Thot mos e te I kaloni sikur thot e kanë te I kalu, do më thonë në lavdrim Isaun a.s. të krishterët, po thoni Abdullah wa Rasulullah, kaq. Dhe pse e ka meritu Muhamedi a.s. zotëria I muslimanëve, I njerëzimit. Pastaj thot futja rrisive në fe, normalisht bidatet në fe. Krishtenizmi ka deviju, më thonë ky krishtenizëm I sotëm është si pasojë bidateve nga feja Isaut a.s. Kanë fut bidate, ka arë pali, I ka shpik gjërat edhe kanë bo fe të shirkut. Dhe Isau a.s. nuk ka thirrë në shirk, ndërsa këta janë krye këputën në shirk. Por ata arsye I shohim njerëz për shembull që prej me një mënyrë që kanë qenë në shirk në tyrbe në varre, veç e kanë ndruar formën, kanë shkuar në një shirk tjetër të krishterëve. Tani sa janë? Ky shirk ai shirk. O çështo. Ky shirk ai shirk, misaja. Ai lut varre më herët, tash shkon në kish atje e lut idhullin. E lut, ku e diunë, do më thonë një statuj, një idhull e bëjnë aty, tash edhe jaja, mashallah, me inteligencë artificiale të ju dalë Jezusi të ju folë aty. E keni po? Në Gjermani e kanë bo. Po, hinë kish aty edhe inteligencë artificiale, e kanë inqizu këtë Biblën aty, edhe ky folë, ja këthen përgjigjin Jezusi. Në thojza Jezusi. Derin këtë mos ka shkua, po kuptane. E njerëzit e shkret nuk pidin këto çfarë madhështi ka dhënë Allah subhanahu wa taala këtij populli. Subhanallah. Nuk pidin me rujt këtë madhështi të fesë islame. Që pas më të shekuj në xhamit tona fotografi s'kemi. Idhuj s'kemi. Këtë të gjëra janë rujt për njerëzit të sunetit. Ndërsa shikon në kisha në vendet e këtyre adhurohet idhujt, adhurohen. Bëhet shirku në Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot, dhënia përparësi logjikës ndaj teksteve fetare, kuptuam këtë çështje, dalja dhe përhapja e thirrsve të devijuar, normalisht. Na mytëm të thonë, s'lejohet me festu vitin e ri, qot hoxha thot po lejohet. E ç'a mi bota shune? Unë mos I lejohet, çka mi leju, çka mi thon urime çka, ma konkretisht kallzom ti mu. Urime çka? Urime kërshëndellat, krisht lindjet, urime o ti krishter lindja e Zotit. Ç'është thuj, o hoç, mos jam shtjell miletit. Që tu jetu ja thonde. Urime o katolik lindja e Zotit tënd. Ç'është thuj? Jo po nëse kom qëllim këto. Po ç'ajo është? Ç'po thon ti? Jo lejohet vitiri me festu, edhe mos e dalin muslimanët e shkret që s'falin namaz, që agjërojnë aty këtu, edhe festojnë, edhe më argumentojnë me një hoqë, thot hoqë I famshëm është ty, ky pe lejon këta. Qa kiti? Qërë hoqëa liberale, api që? Qa mi buha të rekti? Problemin e kemi na. Në gjallor tonë e kemi. E pastaj masa e gjon, është ma letve që me rekëshyra, aty delmi hoqë, aty jam shtjell, edhe që ka marrin fetfat Jusuf el-Kardavit për çështjen e festimit, edhe çka thonë, I citojnë ajetet kuranore që Muhamedi alayhis salam apo Allah në Kur'an që potencon që ju duhet mos sjell mirë, po kush po thotë mos sjell mirë? Po çfarë çmenduri është ky argumentim? Me thon, mos sjell mirë I bie që edhe mja uru festat. Ani të mirë, mos sjell mirë shkove në kish pra. Unifikim të feve, harmoni ndërfetare, këtë bëni. Bëni gjitha këto gjëra pra. Se ti apo do mos sjell mirë. Merë argumentoje me qëta jetë, po du mu sjell mirë, edhe shko, festoja. Neve Allah në ka obligu mu sjell mirë, po ju m'ja miratu ato festat e tyre, Allah. Pastaj thot, pasimi tekave dhe në grupe dhe sekte. Pastaj thot, hyrja
në islam shumë njerëz të feve të tjera të zot nuk kanë hequr dorë nga bindjet e tyre të mëparshme. Për shembull, elhamdulillah, ka njerëz, ka të krishterë, ka të feve të ndryshme, çfarë? Ata e pranojnë islamin në për Evropë, elhamdulillah, e pranojnë islamin, mirë po, për shkak të paditurisë, i mbesin disa gjëra që kanë qenë më herët në fenë e tyre. Si për shembull, çfarë bëri për shembull, ku e di unë, mbretja asaj kohe të romakëve, ata ishin pagan, edhe çfarë bëri? Ata ishin idhujtar, po ishte edhe krishtenizmi. Krishtenizmi me idhujtarizmin në atë kohë luftonin njëri me tjetrin. Tash, çush me bëni lloj bashkimi mes idhujtarisë romake dhe krishterëve që ishin në luftë, ti lësho pak pe, unë e përshej pak pe bëjmë një fe. Dhe kështu e morën palin si bazë dhe futën, tash populli veç ishte një idhujtari. Thirrësit krishterë thirrnin kundër idhujtarisë. Tash çfarë bën? Këta idhujtarët, apo domethënë ai mbreti i këtyre idhujtarëve romak, çfarë bëri? E pranoi palin me idenë e tij që Jezusi është djali i Zotit. Edhe i lejoi ato skulpturat apo ku e di unë disa prej krishterëve pastaj, edhe romakët dhe veç e kishin idhujtarin. Edhe ishte e lehtë pastaj kalimi në krishtenizmin idhujtaresk. Edhe kishe u bashkuar, apo që kjo është devijimi i tyre. Sikur që thanë Muhamedit alayhis salam, një ditë po besojmë si ti, një ditë besoj si na, edhe kryet puna. Apo sot që dojnë me bo fin abrahamike, këtë njësaj, me një ndërtesë më konë edhe krishtenizmi, edhe islami, që aty falet muslimani, që aty a i bon shirkë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe tash ku ti tregojnë në këto gjëra, thot ti po thirish urrejtën ndërfetare, ti po largon nga harmonia ndërfetare, o vllai jam, unë me fe kom me respektu krishterën e jehudin, nuk krypuna, unë kom me respektu, me fe kom me respektu. Muhamedi asasam, edhe Allah në Kur'an ka potencu që mu sjell mirë me ta. Po kjo nuk do më thonë që unë mi miratu. Çdo sen që ata bëjnë edhe unë me miratu. Pse ata s'pe bëjnë pra temën? A veç na duhet mu bo miratimi tyre? Pastaj thot, përkthimi i literaturës së filozofëve dhe inkurajimi për studimin e tyre, normalisht kjo është shumë e rrezikshme. Dhënia pozitës së dietarëve disave që nuk e meritojnë këtë gjë dhe ndikimin nga idetë dhe mendimet e tyre. Vllazni, rreziku më i madh kohëve të fundit është kur disa jo musliman e pranojnë islamin dhe ata bën referencën fe. Kjo është rrezik. Dhe i dje për shembull ka qenë këngëtar, apo ka qenë kufër, apo ka qenë këngëtare, ka qenë prostitutë ndoshta, me gjithë respektin që është kthy tash në fe, alhamdulillah, e ka kthy, domethënë prej kufrit shirkut, ka desht Allahu është kthy. Mirë, po s'është referencë joni ana që duhet më bazu burim, mos e merr burim vëlla. I shohim disa vllazni, fatkeqësisht me mjekra, shkojnë bazohen tek thirrsat anglez, amerikan, kanadez, ku e di unë. Po mirë vëlla, dietarët i kjo vëlla. Ç'a po munjesh me ta? Po, nëse ata kanë studiu, jenë ullë para ulemave, okej, në regull jemi. Ama nuk kanë studiu vëlla. Pse kanë një elokuencë, një gjuhë të pastër në komunikim, dhe ty po të mashtron dhe ti merr argumentet për ti. Kjo s'bën. Kjo nuk bën, sepse devijon. Pikë tjetër, po futemi gradualisht, domethënë, deri në nëse javën tjetër jemi tek fetvat. Një pikë tjetër është Sheh Albani s'ka lidhje me irxhan. Irxhaja vllazni është vonimi veprës, apo është një grup që quhet murxhi, që e ka hek veprën pe imanit, ose ka thënë përveç kësaj, kur vepra hiqet prej imanit vllazni, kur thuhet që vepra nuk është iman. Që ky person pastaj tek bidati i dytë cili del te bidati i dytë dhe thot nuk rritet as nuk paksohet. Apo? Se ti kur të thush tash s'ka, domethënë vepra nuk është pe imanit, atëri bie që as nuk rritet as nuk paksohet. Se rritjen edhe paksimin kush e bën vllazni? Vepra. Nëse bën një vepër të mirë, rritet. Nëse bën një gjuna, zvoglohet. E këta kanë nxjerr veprën pe imanit, edhe domosdoshmërisht pastaj ka ardhur as nuk rritet as nuk rrin kompakt. Dhe për atë arsye murxhjet çka kanë thonë, imani jam është sikur imani i Xhibrilit alayhis salam.
Imani jamër sikur imani Muhamedit a.s. Nisaj. Që tash ju të ngu dersin imani rritet. Tash më po me shku atje me qurë në femën, imani zoglohet. Apo je me një gjunat caktuar, imani zoglohet. Apo shkon treg aty e haron Allah subhanahu wa ta'ala, edhe imani zoglohet. E kështu është ehli sunneti wal jamaa. E këto mi atribu Shekh Albanit, kjo është padrejtësi që ju është bërë Shekh Albanit rahimullahu ta'ala. Imam Abdullah ibn Mubarak rahimullahu ta'ala ka thënë, kush thot që besimi është fjalë dhe vepër, shto dhe paksot, ai është i pastër nga irxhaja. Çto e ka thënë Shekh Albani. Pastaj, prej dietarëve që janë akuzuar me bidatin e irxhas, është dietari muhadithi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimullahu ta'ala, i cili është i pastër nga irxhaja, ai rahimahullah në librat e tij ka thonë decidivisht. Në një, besimi është bindje, fjalë dhe vepër. Bindje, fjalë, vepër. Ka thonë, besimi shtohet me vepra të mira, paksohet me bërjen e mëkateve. Lejohet istithnaja në besim. Me thonë, jam besimtar inshallah. Ky është besimi i Ahlus Sunnetit. Nuk duhet me thonë besimtar, unë jam besimtar, se ti nuk e din. Mirë po, nuk lejohet istithnaja për jashtimi me thonë musliman. Me thonë, unë jam musliman inshallah. Kjo s'lejohet. Pse? Sepse kur ti e shpreh shahadetin me gjuhë dhe me bindje ki të plot, nuk ka ndryshim këto, jo me pas dyshime. Ndërsa, pas islamit, kur bosh musliman, për mu bo besimtar, ti du të me bo vepra. Tash qëto veprat, atë janë pranuar ty, se din, për ata arsye themi, inshallah. Çfarë themi na, popullata kosovare janë musliman? A themi besimtar? Nuk themi besimtar, themi besimtar inshallah janë. Se dima na pranon vepër, çtash na falem Yacin më herët, nuk e dima na ka pranuar Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta nuk kemi kënd kujdesshëm namaz. Shka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, që namaz, kur namaz fal, sikur ta fal namazin, shpërblet 1 10, 1 9, 1 8, 1 7, 1 6 dhe 1 9 në fund. Nuk e din? Në cilën gradje, ndoshta dhe i spranohet, ndoshta dhe s'ki pas abdes, ke harru. Në thonë, për atë arsye themi besimtar inshallah. Pastaj thot kundërshtimi midis pasuesve të sunetit dhe murxhiatul fuqaha është kundërshtim real dhe jo artificial, thot Sheikh Albani. Ndërsa Sheikh Islam ibn Taymija thot më lehtë, thot mes neve dhe murxhiatul fuqaha është besim, është dallim definicioni. Sheikh Albani thot jo real është. Hala më jashtë, por është po çoshti pe akuzon Sheikh Albanin. Pastaj thot Imam Ahmedin e pyetën lidhe me personi që thot besimi shtohet dhe paksohet. Thot personi i tillë është i pastër nga irxhaja. A ka mundsi një murxhi me thon besimi shtohet dhe paksohet? Kallzoni. A ka mundsi? Kur në dunja, sonë gjë. S'mush me gjithë, sa i thot vepra nuk ka për imanit. Kur thot vepra nuk ka për imanit, nuk shtohet. E Sheikh Albani thot shtohet dhe paksohet. Edhe këtë ehli sunetit dhe xhallarët e sunetit akuzon si murxhi. Çmenduri. Pastaj thot, kur Sheikh Albani erdhi në lajme se akuzohet se është murxhi, unë them se murxhiet nuk më pranojnë, thot s'pranojnë o vëlla mu murxhiet. Ti më po thosh murxhi, po ata s'pranojnë mu. Thot, njëtë siç ka thënë Ibn Mubaraki, rahimahullahu taala, kur i than tani këtë mosh u bëre murxhi, tani këtë mosh të shtyrje bo murxhi, murxhiet nuk më pranojnë, thot, sepse unë them se besimi shtohet dhe murxhiet nuk e thon këtë. Sheikh Albani është i pari që ka botuar librin El-Iman të Ibn Abi Shaybes, El-Iman e Abu Ubaid al-Qasim, thot librin El-Iman të dietarit të Islamit Ibn Taymija, nëse ai rahimahullahu taala do të ishte murxhi, ata nuk do t'i recenzonte çto libra që kanë të bëjnë me veprën, që është pjesë e imanit. Pa të janë kapë të pjesë plëtsuese, pjesë përbërse, shartusia, shartu kemal. Se kanë kuptu që ka dosh me thonë Sheikh Albani, rahimahullahu taala. Sheikh Albani ka qenë bashkosi shumë prej dietarëve të mëdhenj, Sheikh Abdurrahman Sadi, Muhammad ibn Ibrahim, Shenkiti, Humedi, Ansari, Hamad al-Ansari, Ibn Bas, El-Uthaymin, Tuwajjiri, Muhammad Aman bin Ali al-Jami, Sheikh Mubili, Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Abdul Karim bin Abdullah al-Hudair, e tjerë, asnjëri prej këtyre nuk e ka akuzu Sheikh Albani rahimahullahu taala. Sheikh Fauzani ka disa fjalë, Allah shpërbleft, ijtihadi i tij është i gabum edhe pik. Ne nuk kemi dyshim gabimin e tij. Çish po thu gabim me fjalët e dietarëve të tjerë. Se s'jam kërkushën mi thon Sheikh Fauzani ti ke gabu. Me fjalët e tjerëve po flasim. Se Sheikh Fauzani është dietari jon. Edhe mbi koka kemi.
Ma këtu ka gabu dhe u kry punë. Ijtihadi i shpërblet, për ai si dietar selefi shpërblet se ijtihad ka bu. Pastaj thot, siç do e shohësh lexuesi i nderuar, edhe në këtë libër Sheikh Albani e shpreh dhe shfaq qartë akiden e pasuesve të sunetit, dhe thot Shehu ynë thot, janë shfaqur disa libra që flasin për çështjet e tekfirit, ku aty kanë përmendur disa argumente mbi çështjet e imanit, duke akuzuar me të se akide e pasuesve të sunetit dhe xhamati thot është çështje e murxhive, cili është refuzimi juaj. Sheikh Albani thot, mos pajtimi pasuesve të sunetit është i vërtet dhe rrënjësor. Në kundërshtim me fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymit që ka thonë është në definicion. Sheikh Albani po thotë rrënjësor është. Unë me Ebu Hanifën kemi dallimin që të pikë rëndësisht. S'ka thonë ai direkt çështu, po api bjerë çështot, se Ebu Hanife është quajtur për ulemave të tjerë si murxhiatul fuqaha, se ka thonë vepra nuk është për imanit, nuk shtohet as nuk paksohet. E Sheikh Albani thotë rëndësor është ky domethënë ky dallim. Dhe çfarë thotë? Pasuesit e sunetit besojnë se veprat e mira janë për imanit, ndërsa murxhjet se kanë këtë besim. Kjo është pika e parë që murxhjet e kundërshtojnë ahli sunetin. Pika e dytë thot imani shtohet edhe paksohet. Me njëherë, kur thot imani shtohet dhe paksohet, është larguar nga irxhaja. E tretë, po ashtu thot, si mund të akuzohet me irxhaja i cili thot se imani përfshin veprën e mirë dhe se imani shtohet dhe paksohet. Thot ndërkohë që murxhjet i kundërshtojnë pasuesit e sunetit sidomos në çështjet e veprave, edhe siç kanë thonë imani im është imani i Xhibrilit, pra ky beson se imani s'ka lidhje me namazin. Murxhjet thot që namazi, agjërimi, këto s'kan lidhje me imanin. Nuk të arrit thot imanin. E Sheikh Albani çto po thotë? Ai në Tereziu. Pile subhanallahu ka nxon se vet kur i thajnë kur e njëni plak, subhanallah, ai natyrshmëria e plakut. Plaku si plak, subhanallah, nuk ka një hurit thukta të detajzuara që shi din ulemat. E do tash ai plak i puni çka u bove çka? Po thonë që Sheikh Albani ka thonë që vepra nuk o pi imanit, apo kupton? Thot Sheikh Albani me thonë kështu, ai për çështjet shumë të imta i ka bo vepra do waxhibate i ka bo. Që ka qenë i rrept në pasim të sunetit, pasimi i sunetit është vepra, apo e lërë mu me largu veprën pe imanit. Apo dan. Kështu që akuzimi që i bën atyre pasuesve të sunetit, të cilët kuptohet nga pyetja o bashkangjitet, thot xhawarixhve, ata të cilët e akuzojnë, domethënë më shumë janë prej xhawarixhve, dhe metodika e njohur në përpilimin e librit, thot fjalët e Sheikh Albanit janë mbledhur nga librat e botuar, më shumë janë bazuar thot në librin Jami'u Turath al-Alama al-Albani fi al-Aqida, fi al-Manhaj, fi al-Fiqh. E kam parë të dobishme që në shumë të në rasteve të fjalëve të Sheikh Albanit të në fusnota, domethënë të vendosje e fjalët e Sheikh Fauzanit nga Sharh us-Sunna i Berbeharit, librin e kam dalë në paragrafe kështu me radhë, do të thot në dersin e radhës inshallah taala do të flasim, do të futemi direkt tek fetvat e Sheikh Albanit rahimahullahu taala, feja islame është shpallje nga Allahu, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.